Kur një vrasje, një atentat apo një grabitje e dhunshme zë vet në krye të lajmeve, pyetja nuk është më thjesht kush e bëri. Pyetja reale është pse ngjarjet kriminale në Shqipëri po përsëriten me një ritëm që po e bën tronditjen të zakonshme, dhe kur ritmi bëhet rutinë mediatike, problemi nuk është vetëm kronika, problemi është shteti, territori dhe mesazhi që u jepet qytetarëve. Shqipëria nuk përballet vetëm me autor krimesh individuale, përballet me një klim ku dhuna, trafiku, konfliktet për interesa ekonomike, hakmarrja, kriminaliteti urban dhe rrjetet informale bashkëjetojnë me dobësinë e institucioneve. Kjo është arsyeja pse kronika e zezë nuk lexohet më si seri episodesh të shkëputura. Ajo duhet parë sipas syre një sëmundje më të thellë. Ngjarje kriminale nuk janë vetëm statistika, numrat shpesh përdoren për të zbutur realitetin. Flitet për ulje apo rritje të indeksit të kriminalitetit, për operacione policore, për sekuestrime dhe arrestime, por qytetari i zakonshëm nuk jeton me tabela, a jeton me ndjenjën e pasigurisë, e matë rendin publik te zhurma e plumbave në mes të qytetit, te shpërthimet me tritol, te zhduket misterioze, te dhuna në familje dhe te fakti se autorët jo rrallë duken një hap përpara shtetit. Këtu qëndron edhe mashtrimi më i madh publik. Një ngjarje kriminale nuk mbaron te vendi i krimit, ajo vazhdon te hetimi që zbaritet, te dosja që dobësohet, te dëshmia që humbet, te frika e qytetarëve për të folur dhe te bindja se dikush i fortë gjithmonë gjen rrugdaljen. Pikërisht, kjo e ushqen ciklin. Krimi në Shqipëri ka edhe një tipar që nuk duhet zbukuruar me gjuhë burokratike. Ai është adaptiv, ndryshon formë, zhvendoset nga rrugat e ekonomia, nga lagjet e tenderi, nga trafiku fizik te pastrimi i parave. Prandaj, kush e sheh vetëm si çështje patrullash dhe postbllogjesh, ose nuk e kupton problemin, ose bën sikur nuk e kupton. Ku prodhohet terreni për kriminalitetin, nuk ka një shkak të vetëm. Kush premton shpjegim të thjesht për një fenomen kaq të rënd, zakonisht po shet propagandë. Ngjarjet kriminale në Shqipëri lindin aty ku bashkohen disa dështime njëherësh. Së pari është dobësia e shtetit në parandalim. Policia reagon, por jo gjithmonë parandalon. Ka raste kur persona me precedent, konflikte të njohura apo histori kërcënimesh lëvizin lirshëm derisa ndodh tragjedia. Pas ngjarjes nis spektakli i njoftimeve zyrtare, para ngjarjes boshllëku. Së dyti është drejtësia ngadalt, kur dosjet zgjasin me vite, kur vendimet kontestohen, kur publiku shet të arrestuar që dalin dhe rikthehen në qarkullim, krijohet një perceptim i rrezikshëm se ndëshkimi nuk është as i shpejt as i sigurt. Për kriminalin kjo është hapësirë, për qytetarin është dorëzim. Së treti është ekonomia e brisht dhe mjedisi social. Papunësia, mungesa e perspektivës, emigracioni masiv dhe boshatisja e zonave të tëra nuk prodhojnë automatikisht krim, por krijojnë terren ku rekrutimi bëhet më i lehtë. Të rinj që nuk shohin rrugë legjitime për ngjitje sociale janë më të prekshëm nga joshja e parave të shpejta, sidomos në qarqe ku krimi shfaqet si fuqi dhe jo si turp. Së katërti, vjen kultura e pandëshkueshmërisë. Ky është helmi ngadalt, kur shoqëria sheh se i forti lokal, trafikanti, ndërtuesi dyshimt apo personazhi me lidhje politike nuk preket si të tjerët. Atëherë, ligji humbet autoritetin moral, dhe pa autoritet moral, shteti mbetet vetëm uniform.